Përshëndetje. Për të gjithë ju që dëshironi të bëni manifestim, sot është dita e përshtatshme për këtë. Kemi enë të re dhe data 20 si energji dhe kemi ndihmës paraardhës. Mund të kërkoni dhe të ndërroni sot që babai e keni nga mbrapa, nga krahu i djathtë, maman në krahun e majt dhe nga mbrapa 20 breza të gjithë paraardhësit janë mbështetje dhe të dërgojnë energji pozitive. Ndjeu i mbështetur dhe një ushtrim të vogël që mund ta bësh tani që kemi anë të re për fillime të reja. Çdo lloj ëndre që mundesh të realizosh mund ta bësh sot dhe ta shkruash bilemi. Atëre, mbylli sytë, merr frymfell me undë, mbaj dhe nxire. Bëje 10 herë këtë ushtrim dhe më pas dua të mendosh dhe të çosh vëmendjen tënde tek zemra jote. Me dorë në zemër, sepse aty është magneti dhe fusha magnetike që ti mund të manifestosh dhe të realizosh çdo gjë. Kur zemra është e hapur, e gëzuar dhe emocionet kombinojnë që të dyja me njëra tjetrën, aty i kemi të gjitha, atëre mund të bësh çfarë manifestimi të dëshirosh. Atëre, mendohu një çast të vetëm që të ka bërë të ndihesh i lumtur. Dhe mendoje atje me atë energji pozitive që ke me atë ndjenjë, tani thuaje ose dhe ta ke shkruar më parë dëshirën që do të bësh ti, sikur është bërë, sikur e kam dhe jam në këtë punë, ose kam këtë shtëpi, këtë makinë, kam kaq para, çfarë dëshire do ti, kam partnerin dhe ndërroje në atë energjinë e zemrës, tamam me dikur që ti ke patur një moment, akoma me një person, akoma dhe me një kafshë që të ka bërë, do më thënë, të qeshësh, të luash, të jesh ndjerë në frekuencë të lartë. Vetëm kur kemi frekuencë të lartë, ne mund të realizojmë çdo dëshirë. Edhe kur ne, kjo frekuencat dhe emocionet jenë të bukura. Shumë njerëz që bëjnë ushtrime dhe nuk manifestojnë diçka është sepse ata harrojnë atë frekuencën. Duhet ta mbash shumë lart frekuencën tënde që të realizosh. Provoje dhe të shikosh që do të realizohet. Dhe mos u kufizo, për shembull nëse kërkon diçka të madhe të thuash, avash nga pse kërkoj këtë, sepse çdo gjë mund të bëhet për universin, asgjë nuk është e madhe dhe e vogël. Thjesht pasqyroje, qëndro, pa e patur mendjen e pritje, tani nga do më vi, nga s'do më vi, dhe thjesht dorëzoje në dorën e Zotit, të engjëllve, të kryengjëllve, kudo që beson ti, dhe liroje dhe shikosh që deri në anën e plotë, deri në anën e re tjetër, do të jetë realizuar. Të gjitha këto i kam me përvoja, por mundet t'i bësh dhe t'i provosh. E jo aman me zemër të ngurtë dhe të dredhur. Atëre mos u fut fare ta bësh këtë ushtrim, sepse kështu nuk mund të realizohet. Tu uroj manifestim të mbarë dhe gjithë të mirat.